tradicionale tashmë është transformu në saza tjera apo fusha tjera socioekonomike dhe kulturore. Faktor këto shumë të domosdoshëm për me kalu nga ajo që është konsideruar si tradicionale dhe sot më e shohim si diçka edhe moderne. Tash u cek këto edhe nga psikologu. Mundu me dhënë edhe një përkufizim rreth familjes, këtu që familja është një bashkësi shumë funksionale parsore, e cila përbëhet nga prindrit dhe fëmijët dhe trungu tjetër familjar që janë gjyshrit, niprat dhe mbesat. Në këtë aspekt na mund të themi që familja ndahet në dy lloje. Familja e gjerë, që sot njihet si familje e madhe, edhe familja e tipit egalitar apo e tipit demokratik që sot njihet si ajo moderne. Që do të thotë që ne sot kemi kalu nga ajo që konsiderohet si tradicionale në atë moderne. Cili është dallimi? Po dallimi është sepse ky transformim i thellë i familjes ka ndryshuar strukturën familje, ta ka ndryshuar vlerën, ta ka ndryshuar zhvillimin socioekonomik dhe kulturor. Dallimi është sepse në familjet e mëdha, kështu këtu kanë jetuar një numër i madh i anëtarëve brenda një çatie, ndërsa në këto familjet e vogla jetojnë mesatarisht 3 ose 4 persona. Ku thjesht, që e përmend sociologu Talcott Parsons, këto familje renditen nga i procesi i modernizimit, ku dëshirojnë më shumë e pas autonomi, pavarësi, privatësi, edhe thjesht nuk dëshirojnë me qenë në ombrellën e një krye familjare që ka qenë të kaluar në ato familjet e mëdha. Çka ka thonë Olga?